Se do ishte një dështim shumë i madh nëse ta fitonte Gjesti Bikun. Është mendimi im, nuk po dekretoj një ligj në parlament që ju prek të gjithëve, kështu që po e them siç e mendoj unë. Më pëlqen shumë karakteri i tij solar dhe rezistenca, por e kam analizuar me shumë kujdes lojën e tij dhe mendoj që është i vetmi lojtar në historinë e Bikut deri tani ka shantazhuar një vajzë emocionalisht derisa e dërgoi në ezaurim nervoz. E trajtoi si objekt që i duhej dhe e poshtroi para gjithë shqiptarëve duke i fut kokën poshtë fustanit. Është i vetmi lojtar në historinë e Bikut që ka promovuar përçarjen fetare duke poshtruar një objekt katolik edhe duke përdorur fjalë e lutjes islam. Dhe është i vetmi lojtar për fat keq në historinë e Bikut që ka arritur të nxjisë një përçarje kombëtare. Ai nuk njihet fare në vlerat tona kombëtare si shqiptar, ai ka kaluar në fazën që unë jam thjesht kosovar, nuk e kupton se çfarë gjuhë flet, nuk e njeh fare historinë, nuk i di fare vlerat që ne ndajmë dhe në tjetër gjë bëjnë dhe fansa që e ndjek. Unë mendoj që nderi, bashkëtesa fetare dhe dashuria jon kombëtare janë tre vlerat më të çmuara të këtij kombi, që nëse fituesi i Bikut është një simbol i një shoqërie dhe i disa vlerave, ky person nuk duhet ta fitojë. Për mendimin tim, këto janë gjëra që shkojnë përtej spektaklit dhe përtej çmimit të madh. Jo se nga ato të katërt ka lojtar më të mirë dhe më të fortë apo që thosh ky e meriton me patjetër si vjet, por të paktën për mendimin tim Gjesti nuk e meriton.